Pasi u shpall fituese e edicionit të si vjetën të Big Brother VIP Albania, Selin Bollati ka reaguar për herë të parë në rrjetet sociale, duke thyer heshtjen pas triumfit të saj në këtë format shumë të ndjekur. Fitoria e saj ka ngjallur reagime të shumta nga publiku dhe ndjekësit, të cilët kanë qenë dëshmitar të rrugëtimit të saj përgjatë gjithë spektaklit. Në një postim të gjatë dhe mjaft emocional, ajo ka ndarë me ndjekësit ndjesitë, sfidat dhe përjetimet që e kanë shoqëruar gjatë 120 ditëve të qëndrimit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Selin ka reflektuar mbi momentet më të vështira, por edhe mbi ato më të bukurat, duke theksuar se kjo eksperiencë ka qenë një ndër më transformueset në jetën e saj. Si në aspektin personal ashtu edhe në atë profesional. Përveç këtij reagimi, ajo ka tërhequr vëmendjen edhe me një tjetër postim në rrjetin social Instagram, ku është shfaqur në krah të DJ Gimbos, me të cilin krijoi një lidhje gjatë qëndrimit në shtëpi. Marrëdhënia e tyre ka qenë një nga më të komentuarat gjatë spektaklit dhe duket se interesi i publikut për këtë çift vijon edhe pas përfundimit të tij. Me sa duket, Selin nuk ka dashur t'i lërë fansat në paqartësi lidhur me raportin mes tyre. Ajo ka publikuar një fotografi mjaft të ëmbël, ku shihet DJ Gimbo duke i dhuruar një puthje në faqe, një moment që sugjeron vazhdimsinë e lidhjes së tyre edhe jashtë shtëpisë. Vijon, ka shkruar balerina në përshkrimin e postimit, duke lënë të kuptohet se historia e tyre nuk përfundon me kaq, por pritet të zhvillohet më tej, duke mbajtur të lartë kuriozitetin e ndjekësve për atë që do të ndodhë në vazhdim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.